Zemra që rrahin në të njëjtën kohë që nga dita e parë e jetës, motra binjake, të pandashme në pamje, por me botë kuptime të ndryshme, njëra shikon botën përmes një dritarje të veçantë me ngjyra dhe ndjesi që të tjerët ndoshta nuk i kuptojnë plotësisht. Tjetra, motra e saj binjake, është udhërfysja e heshtur dhe mbrojtësja e saj e përditshme. Në këtë histori delikate dhe prekse zbulojmë një marrëdhënie që sfidon kufijtë e zakonshëm të jetës, një bashkëjetesë që mëson për kujdesje, durim dhe dashuri pa kushte. E kam emrin Riga, emrin Krasniqe, në klasën e tretë. Vjen më në veçara, po? Po. Padyshim që kujdesi për një fëmijë me autizëm ka sfidat e tij. Jo se është e vështirë kër je rrit me ata, edhe kër je mësu tepër me ata. Edhe kër jena në shkollë jena parsone, e kena gati në gjithë klasat. Gjithë klasat. Shoqënina e keni të përbashkët? Cila keni ma shumë shoqëni tja, Ana? Ana. Ana, ka shoqëni ma shumë, a? Krejt Keni ma shumë shoka, shoqa? Ana shoqe, Ana shok. Kër Ana mu ma ngren flokt, unë jam të lujtë, ose kër Ana unë rëndes kuklat në vend, edhe ma dhe Ana vjen edhe ma gjunë tokë. Prape falti po besoj. Po. Madje, ato kanë edhe aktivitetet e tyre të përbashkëta që u pëlqejnë të dyjave. Je pëlqen kër aja shtrihet, bën qështë, mandi në duna me dzeglit. Me dzeglit ato, a? Ana ka bo jetën ma të letë, se Ana qëtash mos më konë me autizëm, se kisha pas heq jetën e letë, sepse këta njerëzit qëtash që se me autizëm, në kërin qetë edhe në kërinën e vend. Okej, ti do me thonë gjithë je me Anën, kur të ko qef Ana me shku të lodrat, Riga është me ta, kur të ko qef Ana me shku park, Riga është me ta gjitha. Ato kanë hasur edhe në paragjykime të shumta. Kër jam kënë në shkollë në herë, në djallë, e kam në klasë, Anën e ka pa të hitë me asistentën e vetë, edhe e ka thirë Anën emra, Ana Banana, Ana Marmune, edhe me ndi... Edhe ty nuk ka pëlqy heqa gjesti ti, ja? Po, asë shoqeve të mija se kam pëlqy, edhe kena shku edhe ja kena full pëse zbën, edhe ja kena kalzu që është me autizëm. Edhe ta shteja i sillet shumë mirë me ta, po? Po, ama nuk e shep më Anën në shumë. Përveç Rigës, që është në çdo qast me Anën, ajo ka gjetur edhe përkraje nga rrethi familjare shoqëror. Më ka ndihmu asistentja me emrin Linda, e vjetër, edhe më ka ndihmu mame jam, po, mame jam, motra jam e madhe, edhe Ana. Se unë jam nisë kërqë Ana të artën, edhe të më kallëzu qa ka me ju pëlqy, edhe qa edhe se këm kanë ndihmu, po. Për të ardhmen ato kanë ëndra të mëdha. Unë dhe Ana kena me hap në biznes për autizma. Po, edhe Ana s'ka me hek autizm, po Ana ka me kuptu ma shumë edhe ka me ardhë qëtë herë fëmijët me autizm atë, edhe kër vinë, ma ndi Ana me aspegu e që si sende, edhe Ana me ndihmu Ana. Trajtimet mjekësore për Anën ishin pjesa më e vështirë. E kanë trajtu mirë, ama nuk kanë ditë të për mirë që më kujdes, edhe kanë menu që one jem të e bukrejt zhurmen, edhe one jem të e prish sendet, edhe mund kanë përzon jashtë, edhe mandi me anën vetë s'kanë ditë me pënu mirë. Në ka kam japë për në kër shkajnë në shpe, mandi kër kam shku në shpe natën, e kena pas se kër në rotinë. Unë dhe Ana, unë jam se Anës disa sende, se kër Ana thuj A, Ana prake hunën, prake kokën, krejt sende që ata e kanë. Do me thonë ti e kështët me një farforme, kur ki shku në seancë me Anën, e ki kuptu se çka janë të thonë mjek, qysh janë të e trajtua dhe kur i ardhë në shpe, e ki vazhdu të njëjtin trajtim edhe te. Po ja kam shtu ma ekstra. Ma ekstra i kështu. Qka për shambull i kemë su, me një rutinë zakonshme, qysh e kene? Se kër ne e ule Anën, në kauç, edhe ja thëm Anës, thuj mame, thuj Riga, se Ana fjalla e pare Anës o konë ga. Kështu po du me mësu ma shumë e thonë Riga, jo ga.
A e ki arrit kjo qëllim hala? A mundet me ta shqiptu ana komplet emrin tonë Riga? Po, në herë kam qenë të mësu, mandi ona lodha dhe ula, edhe është 10 sekonda për shim, mandi ona kërka të luta Riga. Kur ka qenë të lutë, do me thonë ta ka përmend emrin tonë. Po. Kjo ka ndiku pozitivisht tek ana, po besoj që tash ti gradualisht ka nisë mësu shkronjat, alfabetit, numrat, a është e qashme në këtë pjesë? Po, në herë ana ka qenë të këty në kaoq, edhe mandi ana e ka pa në pektur, që one ja kam vizatu mamit, edhe ka shkrujt më a më i ma i mira, edhe mandi ana ka ledzu më a më i, më a e mi i rë a. Qysh reagove ti kur e ndëgjove? Jam konte për egzume, mami o konte fshi shpina atër. Mandi one kam shku të mami, edhe ja kam... Po. Madje, ajo ka disa sugjerime për mjeket. Ato duhen e me mësu gjithë sande të rejave, edhe ato jenë se kur na, duhen e me thonë hajtë se me autizëm është, nuk din me fol, hajtë se me nevojt veçantë është, hajtë me syndrome Down është, e me tjera. Riga ka një mesazh për të gjithë ata që janë të prekur nga spektri i autizmit, apo edhe për ata që kanë familjar apo shoqëri. Se kur ajo bën diçka kaq, mos me ngre për qafe, se najsen, edhe ato janë me autizëm, veç mëse ato nuk bën e morin barën e shtingoj të dush më konë pravda dhe me a hek barën edhe me a thonë nuk bën ashtu. Anën te për e du dhe anë është krejt jeta jema dhe ana kër të rritë është të lutë mësëja. Kjo histori tregon se si dashuria, përkushtimi dhe mbështetja e ndërsjellët janë forca që mund të sfidojnë në çdo barrierë. Për Luanën dhe Rigën, çdo ditë është një hap më shumë drejt një jete më të mirë, pa marrë parasysh sfidat që hasin.